Bashkë me varrin e Ebu Bekrit dhe Omerit e di, po e ishtra I kanë rujt ajo. Atëherë, profeti a.s. është varrosur në të njëjtin vend pra ku ka ndëruar jetë, pra në shtëpinë e tij, në dhomën e Aishes, Zoti qoftë I kënaqur prej saj. Aty ndëroi jetë profeti a.s. dhe aty është varrosur. Dhe siç e dim, trupin e profetit a.s. nuk e hajnë krimbat, nuk e ha toka. Pra është ashtu siç ka ndëruar jetë profeti a.s. Aty pranë tij është varrosur edhe shoku I tij më I ngushtë, që është Ebu Bekri, Zoti qoftë I kënaqur prej tij, khalifi I parë I besimtarëve. Më pas, kur ndëroi jetë Omeri, Zoti qoftë I kënaqur prej tij, khalifi I dytë I muslimanëve, është varrosur edhe ai. Pra aty në të njëjtën dhomë është varrosur edhe Omeri, Zoti qoftë I kënaqur prej tij. Pra është varri I profetit a.s. Më pas vjen varri I Ebu Bekrit, Zoti qoftë I kënaqur prej tij. Më pas varri I Omerit, Zoti qoftë I kënaqur prej tij. Dhe pra ndodhen në Medine, është varrosur në shtëpinë e tij profeti a.s. Pra afër xhamisë së tij, ngjit ka qenë me xhamin e profetit a.s. Tani normal, xhamia e profetit a.s. është zgjeruar, sepse numri I besimtarëve pra është shtuar dhe është I rrethuar, pra varri I profetit a.s. është rrethuar me disa mure, por ndodhet aty pra në Medine. Zoti ju rujt.